Rikthehemi kështu bllokun në parë, do ta fillojmë me panelin tonë në studio, ku sot të ftuar e kam zotëria Azdren Shalën dhe Arjantin Abdylin, kënaqësi t'ju kemi. Do të bisedojmë për ish kryeministrin Fatos Nano, të cilin Edi Rama e ka quajtur si një frymë të re të Partisë Socialiste. Ai tha që ata që dikur e quanin tradhtar për takimin me Miloševićin, sot e ndërojnë, ndërsa theksoj se kur të dalin fjalët e atij takimi, askush nuk do të dyshojë në patriotizmin e tij dhe pikërisht kjo do të jetë edhe pyetja ime për zotërin Arjantin Abdylin. Ndonëse ishte në një Jo pajtona plotësisht, unë e kam shkruar një status, unë kam lexuar edhe memoret e diplomatëve amerikan, analistëve evropian, Feltone, Tashaden, edhe dihet që ai takim ka qenë mesazhi i fundit nga Washingtoni, Londra dhe Berlini për Slovën, që haver, adhen mos menat që mundesh me ba njëjtë që ke ba në Bosnjë në Kroaci, sepse ne do të intervenojmë. Kështu që ma mirë vollo dialoga me Ibrahim Rugovën, me njerëzit, arrije një marrëveshje, mos vjen deri te ma e keqja, se lufta është e keqe, edhe dim të gjithë që perëndimi e mbajti fjalën. Kështu që në atë aspekt, unë mendoj që ato Edi Rama e ka thënë mirë. Nuk dyshoj patriotizmin e tij kur del e vërteta ka dalë pak me hulumtu, janë njerëz që kanë marrë pjesë në ato takime dhe kallëzojnë. Po. Mirë që e nisë këtu kron, unë kur unë ka thirrë dje realisht djellza, unë hina këshyra takimin e Kretos, por këtë pjesë flet më mirë edhe ish ministri i jashtëm Pascal Milo, profesori jem, i cili tregon që ai ty ka qenë një summit realisht i Ballkanit Perëndimor, ku takimet kanë qenë shumë të rëndësishme dhe domosdoshme, sidomos për Shqipërinë, me që fati Kosovës ka qenë pikë pyetje. Atë kohë kishte nisur ajo apartheid Jugosllav, ishte në kulminacionin e vet, dhe paraprakisht Ministria e Jashtme e Shqipërisë e ka përgatitur protokollin se çka do të folet edhe me Slobodanin. Por ka pas një protokoll. Po, Ministria e Jashtme ja përgatit për me qenë takimi zyrtar me Slobodanit edhe Fatos Nanos. Por, atë kohë, Nano e takon ose takohet këtë mënyrë informale me Slobodanin, dhe ai takim ka qenë kokë me kokë, mes dy personave, madje edhe shtyhet agenda, se pas atij takimi ka pritur me thonë. Po pse ndodh në këtë formë takimi? Me që ka ishin në një summit, pse ndodh? Sipas Paskalit, gjithmonë sipas Pascal Milos, e ka kërkuar vetë Nano. Nano ka kërkuar takim me Miloševićin. Paskali, që pas kujtimeve tia të ditari një ministrit jashtëm, i thotë që kjo ka me qenë, ka më bo e madhe në kuptimin mediatik. Nano e ka një shprehje si pas Paskalit, që bes unë se le cilësov unë tradhtari i kombit. Për në takim, kokë me kokë, mes Fatosit edhe mes Slobodanit, nuk mund me dalë kur edhe këtë që ka bisedu, sepse ka qenë takim pa kamera, pa protokoll, kanë qenë dy persona. Por edhe unë besoj si Ari edhe besoj me Ramon, unë mendoj që Nano ka qenë larg pams. Ata që e shaje për takimin e Kretos, me ne që dy me lexuar në rast parë Iliadën, edhe popujt armiqsuam, e shohin Iliada që është ditën luftohet e mbrëmje bëhet paqe. Paqja është gjithmonë për mua edhe për gjithkon normal, ma e preferueshme se lufta. Me që kemi dy mendime pozitive, ne kemi pasur, në fakt gjatë kohës që po hulumtoni në lidhje me zotrin Nanën, një mendim pak më kritik ka pasur zotri Ermal Hasimja, të cilin kemi në një lidhje direkte. Zotri Hasimja, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Mirëdita, faleminderit. Zotri Hasimja, pa dashur të merrem në këtë rast me zotrin Nanën, por këtu në vendin tonë, në kulturën tonë, personat pasi që ndrojnë jetë disi sikur bëhen njerëz më të mirë. Dhe në këtë rast trajtimi që po i bëhet Nanos, disi sikur ju ka penguar juve, të them kushtimisht. E keni pikërisht për këtë fakt se u bëj mirë pas vdekjes, apo për çfarë? Apo pse jeni me PD? Normalisht ka një kod sjelljeje që nuk është shumë mirë, nuk është shumë etike që flasësh për persona që sapo kanë vdekur të paktën. Por kur janë persona publik, kur janë politikan, atëherë mendoj që është jo vetëm e lejueshme, po edhe pashmangshme që të bëjnë analiza për rolin që ka pasur ai person dhe impaktin që ka pasur në publik. Kështu që nga kjo pikpamje e kam parë edhe unë. Nuk kam folur për personin konkretisht, as për jetën e tij private, as për gjëra personale, por kam folur për rolin e tij si kryeministër i Shqipërisë në ato vite. Dhe unë mendoj që është shumë e nevojshme që politikanët tanë të mos i amnistojmë dhe të përpiqemi të jemi sa më kërkues për tyre. Në qoftë se ne amnistojmë
figura ose role ose veprimtari të cilat nuk janë në përputhje me standardet që ne kërkojmë nga politikanët, atëherë thjesht vendosim standarde problematike dhe në fundit ju themi edhe të tjerëve që është e pranueshme që të kemi edhe dukuri si për shembull korrupsioni ose edhe të tjera. Ky ka qenë qëllimi pse është shkruajta. Dhe nuk jam i vetmi, gjithsesi, ka patur plot të tjerë, të cilët në një farë mënyrë kanë qenë të pakënaqur në kjo fryma e le themi lavdërimit të Fatos Nanos. Unë mendoj që pa hyrë në tundimën për të sharë ose për të fyer, por duhet jemi realist dhe duhet jemi të kujdesshëm ato çfarë themi për politikanët tanë. Patjetër, zotëri. Unë e kom lexuar një tekst Ben Blushit për Fatos Nanon edhe paragrafi fundit thot. Ai merr me vete një pjesë të kujtimeve tona, por ajo që do të mbahet mend gjithmonë është se ai e la Shqipërinë shumë më mirë se që gjeti sa herë koha e thirrri për të vendosur. A pajtohesh? Jo, natyrisht nuk pajtohem. Varet se me çfarë do ta krahasosh Shqipërinë asaj kohe. 97-a, e din si ka qenë 2005-ën kur fitoi Sali Berisha përsëri, si ishte? Patjetër, çështja është këtu, kur e krahason punën e një politikani, nuk mund ta krahasosh thjesht me atë se çfarë ishte përpara tij, por edhe me atë se çfarë do të ishte normale që të ishte. Domethënë është sigurt që cili do kryeministër shqiptar që të ishte. 97-a në Shqipëri asgjë s'ishte normale, Ermal. Po patjetër, cili do kryeministër shqiptar që të ishte nga ata që kemi njohur. Mas 97-ës puna e tij do dukej pozitive, sepse vinte pas një situate kaosi. Kështu që është shumë e lehtë që ta shpajsosh dikë dhe ta lavdrosh për diçka të tillë. Çështja është provës se çfarë ishte kjo Shqipëri. Zoti Asimi, jam fal, nuk po do më ndërprej. Pajtona me ju që politikani nuk krahasohet me paraardhësit, por me punën që e bën vet. Por kjo vlen për situata normale, jo për situata jo normale. Me qenë kryeministri i shqiptarëve në 97-ën, pas asaj lufte civile, pas atij sistemi piramidal, por një me ka qenë përgjegjësi e madhe. Edhe lufta e Kosovës, pastaj 1 milion refugjatë. Nano ka pranuar me marrë përsipër një bark të madh të kohës. Edhe sa herë që do të lushe, e ka thirrë detyre ka shkuar. Gjithashtu e ka njohur edhe dorëheqjen si akt politik, që rrallë herë e shohim këtë virtyt në politikanë tjerë. Tek ne Shqipëri, tek ne në Kosovë, te ju Shqipëri dhe tek ne në Kosovë, vdesin me pushtet politikanë. Nano ka qenë demokrat në këtë pikë, edhe ka pranuar se ka humbë zgjedhje. Madje e ka mbajtur një premtim publik, kur thotë që nëse ju humbim, nuk ndrohen rregullat e lojës. E ka bën i vetëm një politikan demokrat. Na gjithmonë këto e cilësojmë tu e krahasojmë me të tjerë. Atëherë, edhe njerë, se cili për nesh ka mendimet e veta, qëndrimet e veta. Unë mendoj që qeverisja e Fatos Nanos ka qenë një qeverisje me probleme të mëdhaja korrupsioni. Me probleme të jashtëzakonshme korrupsioni. Kështu që nëse doni për shembull ta krahasoni Fatos Nanon me Edi Ramën, ose me këto të poet, po marrim Ramën me qëse është në jetën familje politike, atëherë po, unë mund të them që Fatos Nano ishte më liberal, më demokrat se sa Edi Rama. Po në qoftë do ta krahasojmë Fatos Nanon me një kryeministër normal të Evropës, ju siguroj që krahasimi do të shkonte krejt në kat kundër. Po normal. A ka të bëj kjo edhe me pjekurinë kolektive, edhe me shtetëndërtimin dhe me formën që sa ka qenë shteti kur është marrë në dorë, sepse jo rastësisht nga dy bashkëbisedues timi zotëri Hasimi apo Cekët edhe momentumi pas 97-ës kur e merr në dorë Nano. Patjetër gjitha ka bëjt se fundit është elektorati që ushtron presion pozitiv ose që nuk ushtron presion dhe i lejon politikanit që të bëjë çfarë do që të dojë ai. Në fakt e tregon edhe gjithë kjo fushat e madhe lavdërimi për Fatos Nanon. E tregon pikërisht që ne shqiptarët i kemi standarde shumë të ulta kur gjykojmë politikanët tanë. Sepse ju siguroj që në qoftë një qeverisje se Fatos Nanos do të ndodhte në një vend normal të Evropës, e para do kishte zgjat më shumë se 1-2 muaj. E dyta do të hynte në histori me rekorde shumë problematike. Kështu që patjetër që janë edhe njerëzit, po disa gjëra janë konkrete. Kur ju flisni Ermal, po vetëm ato janë në një shtet i cili nuk e ka kalu 50 vite diktaturë,
edhe pastaj e murë Partinë Komuniste, e transferojnë në Partinë Socialiste, i fitoj zgjedhjet, por e po që nuk është koha e ti, e lëshaj, e kthej, unë e pajtona me ty, që normal, me standardet Britanisë, aja as 2 ditë si shkon kryeministër, po folim me standardet të Kosovës, Shqipërisë, edhe të një shtetit cili ka kaluar diktaturën më të rënd pas Korejës Veriore. Për tek saj, më falë, zoti Rasimja, për tek saj që e tha Ari, e vërtet nëse e krahasojmë me kryeministra evropian, ai del dopt. Por nëse i krahasojmë të tjerë politikën shqiptare me kryeministra evropian, as politikan nuk dalin, as politikan nuk janë pastaj. Berisha e këta, as politikan nuk ngjasojnë kur e krahasojmë me Europën. Pakto Nano për mua, me mendimin tim, e plotson atë kultin e çelit politikan. A ka pas gabime? Sigurisht po. Por Nano mu dje, më fal, mra lexoj një shkrim të Andy Betës. Besoj zoti Asimja dhe e ka koleg atje. E kishton bukur, është pema e cila nuk arriti më bo mal, kuptimin e një kulture, një kulture liberale. Politike liberale. Ma gjeni sot një kryeministër që del para prakisht një artikull nga një gazetar që tregon për afera korruptive ti edhe efton për darkë. Shkrimin mbaje, po hajde e ham darkën. Kësi politikan me kaq hapësirë liberale brenda kulturës ti, pak e hiqojnë në shqiptarët. Prandaj Nana ka qenë i veçantë. Zotri Mentor Nazarko është me ne, zotri Nazarko, knatësi që kemi në Kosova Today dhe po e filloj aty ku e la zotri Shala sepse e përfundoj shumë bukur. Tha, ajo ishte pema që nuk arriti të bëj mal. E sheni kështu personalitetin e Nanos? Po shko ta saktësojmë se juve mal i thoni pyllit. Po. Park Nacional. Shumë pemë. Po, do duhet të kishim edhe më shumë Fatos Nano, sepse në këtë formë. Shiko, jo për të sintonizuar me Ermalin, që është miku im, e vërteta është që në distancë kohore, edhe për shkak të faktit që ai ka vdekur, ne përpiqemi që të egzaltojmë cilësitë e tij të mira. Dhe sigurisht, edhe unë bie dakord me një pjesë të gjëra që thotë Azdreni, që ai ishte një politikan liberal. Pavarësisht faktit që ai ishte liberal për shkak të përtatësisë, mos aktivizimit, mungesës dëshirës për të përfshirë lifestyle, për të përfshirë gjithë punët e shtetit, por është fakt ama që ai gjatë qeverisjes së tij po ka patur një lloj po themi funksionimi relativisht pavarur të institucioneve. Por duhet kujtojmë që Partia Socialiste e kohës kishte figura, ishte nga figurat më intelektuale të Shqipërisë. Domethënë, unë kam punuar me Recep Mejdanin dhe në asnjë mënyrë s'do të mund ta krahasoja Fatos Nanon me Recep Mejdanin për ta zënë për nga përgjegjshmëria, për nga... Por, zotri Nazarko, le ta krahasojmë, le ta bëjmë krahasimin jo me personazhe të tjera. Do doja të ndalim vetëm tek Nano, sepse për shembull një fakt interesant të cilin unë ulëmtova dje është se ai e zgjeti buxhetin e Shqipërisë me 8 milion euro, që i bie diku 5 javë ditë ushqime për krejt vendin, dhe pastaj pjesa tjetër se si u transformua mund na tregoni ju. Shikoni, Nano kishte duhet të japim kredit këtu, ishte i plot fuqishëm, kishte një grup parlamentar që ishte mbi 2/3, e parlamenti ishte 250 vet atëherë, jo 140 sa që është sot, por ama kishte një ekip ministrash që ishte elita e Shqipërisë së kohës. Domethënë, ai brenda këtij grupi elitar ministrash, me një president si Mejdani e theksoi, se Mejdani vet ka zgjedhur që të mos jetë një figurë e pranishme në media, të mos ketë zëdhënës, të mos ketë kështu, por pra në një kontekst, në një grup të tillë njerëzor, Nano ka bërë disa, po themi, performanca e qeverisë tij ishte relativisht e mirë, por shikoni, është kjo merit edhe Fatos Nanos që ka arritur me mbledh një ekip të tillë. Pa diskutim. Ata isha duke thënë që ai zgjodhi elitën. Brenda Partisë Socialiste kishte demokraci. Pra kishte funksionim të grupit parlamentar, kishte funksionim të kryesisë Partisë Socialiste, Komitetit Përgjithshëm Drejtues, kishte marrëdhënie deri diku me institucionet e cila ishte normale, në respekt pavarësisht tyre. Por ai ishte një figurë e tranzicionit, mbeti një figurë e tranzicionit. Domethënë, ai vinte nga një kaluar komuniste, vinte nga bloku
nga bloku ishte institucioni kryesor udhëheqës i Shqipërisë komuniste, reflektonte edhe në kulturën e tij të përgjithshme formimin e bllokut, dinte shumë gjuhë të huaja. Po edhe lideri i PD-s, më falë zënë Nazar, edhe lideri i PD-s komunist ka qenë, edhe ka mbet komunist akoma sot e kësaj dite, Sali Berisha. Prandaj mos na e shesin farsën e ati revolucioni dhe dhjetorit. Ai ka qenë skenari Rami Sali. Këto e dini besoj. Absolutisht, ke shumë të drejtë, të dy ishin dhe mbetën figura tranzicionit, të cilët dëshirojnë rastin e Berishës ta mbajnë Shqipërinë tranzicion me mënyrën e vetë bërit politik, me shkallën e lartë konfliktualitetit, me lidhjet e veta me komunizmin. Absolutisht, por Nano, megjithatë, edhe këtu që ta plotësojmë njëri tjetrin. Shiko, Nano ka disa cilësi të cilat nuk janë përmendur edhe nga këta apologjetët e tij. Për shembull, Nano nuk ishte megjithatë mitin e rreshëm, pak të kultivuar nga Berisha, pak edhe nga lufta hibride, domethënë nuk ishte një filo grek, megjithëse vinte nga komuniteti ortodoks. Nuk ishte. Nano në linjët Ajo vjen nga familja e Dimitër Shuteriqi, për shembull, t'ju tregojmë. Ama është. Jo, është e afërt, po, është e afërt nga nëna vet, por babai vet ishte drejtori i radio televizionit që Po, se lexova. Po. I propagandës. Ama nuk ishte filogrek. Dhe në vitet 2002-2005, Nano ka bërë diçka për cilën këta apologjetët, disa që kanë origjinë përbashkët, që vinë nga bloku madje, ja përmendin. Unë do t'i përmendja këtë, megjithëse kam qenë kritik i fuqishëm i tij në periudhën e fundit, sepse në periudhën e parë, në periudhën 92-97, unë isha një mbështetës i fuqishëm i tij në raport me atë që përfaqësonte me udhëheqësit e tjerë të Partisë Socialiste. Çfarë ka bërë Nano 2002-2005 që e ka shkëputur ekonominë shqiptare nga ndikimi grek? Dhe kjo është një pjesë e rëndësishme. Në vitin 2002... Zotri Nazarko, do të ndalemi të ka e temë, por edhe njerë do doja të kaloj të zotri Asimja, sepse nuk do ta kemi deri në fund të këtij diskutimi, dhe pastaj do të kthehemi pikërisht tek ajo shkëputja nga grekët e gjëra të tilla të ngjashme të cilat mbase do të diskutojmë këtu. Zotri Asimja. Po. Mua sikur po më ndron ai mendimi për zotrin Nanën. Mbase është çështje paneli apo është çështje se ju ishit pak më i qetë se sa të tjerët, po e shikoj se bashkëfolësit e mi ka një lloj admirimi për te. Secili ka mendimin e vet për këtë gjë, por unë ndoshta jam më kërkues se sa të tjerët në raport me politikanët. Po. Mendoj që atëre kur ndeshemi me korrupsion, kur ndeshemi me vjedhje pa përgjegjësi, duhet i vëjmë emrin e duhur dhe jo t'i mbulojmë këto dukuri me elemente të tjera. Dhe mendoj që një nga problemet kryesore që kemi ne si shqiptarë është që i kemi standardet e ulta dhe kemi prirjen që mos t'i çojmë ose t'i harrojmë ose t'i amnistojmë politikanët tanë. Zoti Asimja, nëse bën një ndërhyrje të vogël, unë personalisht ju ndjek edhe për shumë çka thoni pajtohem edhe e admiroj mënyrën që thoni, lexoj shkrimet tua, por edhe nuk dyshoj që jeni kërkues. Një nga kërkuesit paktën shkencor më të mirë që i ka sot bota shqiptare. Për këto e gëzon respektin tënd paktën si qytetari i Kosovës. Çështja, nëse jeni aq kërkues, çka ju shtyn juve me përfundue te tabori Berishos, me pak kërkime ti kupton kush është Berisha. Nëse për ju korrupsioni e krimi i organizuar janë papranueshme, nuk ish dash Ermal Asimov për mua një intelektual shqiptar sot që ka bota shqiptare, me përfundua ose me provuar me përfunduar në krahat e Berishës, ku ky prin korrupsion, ky prin krim të organizuar. Atëherë, unë nuk jam taborin e Berishës, nuk kam asnjë lidhje me Berishën, nuk jam as antar i Partisë Demokratike. Ju i referohen e pjesës kandidimit tim. Kandidimi do të kishte qenë, eventualisht, sepse nuk është, do të kishte qenë si kandidati pavarur i cili merr mbështetjen e opozitës për një qëllim më të madh. Që do të ishte fakt marrja e Bashkisë Tiranës dhe kthimi në duart e qytetarëve, por jo në duart e Sali Berishës ose dikujt tjetër. Nëse keni dyshime, çdo dyshimi për qëndrimin tim ndaj Berishës, është thjesht fare. Futuni në YouTube dhe shikoni çfarë kam thënë 2-3 ditë të fundit. Pikërisht pse ju përcjell gjatë edhe ju pyeta. Për marrëveshjen, ja një sekond. Për marrëveshjen që është duke bërë Sali Berisha me Edi Ramën për reformën zgjedhore. Dhe aty ta kuptoni shumë qartë se cili është pozicioni im. Po.
Unë kam qenë gjithmonë dhe vazhdoj të jem, dhe ky është çështje e ndeshmërisë time personale, të jem kritik sa herë që gjykoj që dikush vepron në kundërshtim me interesat e popullit shqiptar dhe qoftë ky kushdo. Aq më pak se Berisha, me të cilin nuk kam ndonjë lidhje. Kam qenë kryetar i tij para 15-16 vjetësh, kam dhënë dorëheqjen, kam qenë kritik ndaj tij vazhdimisht, ashtu siç kam qenë kritik, në fakt edhe më shumë kritik edhe ndaj të tjerëve, siç jam kritik edhe ndaj qeverisë. Dhe kjo nuk vjen për arsye afërsie ose armiqësie time personale me çdo person që përmendet, por vjen për shkak parimeve që kam, për shkak filozofisë politike që kam, dhe për shkak të idesë që unë mendoj që e keqja duhet luftuar. Kur dikush është kundër interesave të këtij vendi, atëherë patjetër që duhet kritikuar. Zotëri Asimi, është shumë kënaqësi ju kemi në Kosovë today. Faleminderit shumë. Besoj se diskutime të tilla do të kemi edhe në të ardhmen. Faleminderit, kënaqësi dhe ditën e mirë dhe të pranishme. Atëherë me që ishim me zotëri Asimin, shumë shpejt do ta kemi një lidhje tjetër e do të dalim tek një kapitull jashtëzakonisht interesant. Ai i takimit Nano Milošević. Por do të rikthehemi edhe një herë tek zotri Nazarko dhe do të flasim pak për Telekomin. Zotri Nazarko, më kujtohet se kishim edhe do numra të tjerë ne në kohën kur vishim me një herë pas luftës atje për pushime në Shqipëri. Pra, ka edhe një gisht realisht në këtë pikë, zotri Nano? Shikoni, vetëm për ta përmbyllur që Ermali, për cilën e vlerësoj një lloj sa Zdreni dhe të tjerë, për integritetin e vet, ne kemi bërë betejë të fuqishme kritike për korrupsionin e qeverisë Nano, qoftë të qeverisë parë, qoftë të qeverisë së dytë të tij. Madje është një debat që qarkullon në internet, kur unë i kam thënë atij fiks në 2004 kur u pranua bashkë me kryeministrin Gruevski, bashkë me presidentin Gjukanović në Shtëpinë e Bardhë në të firmosë marrëveshjes Adriatikut, që ishte paradhoma për hyrjen NATO të këtyre 3 vendeve tona, i kam thënë që shiko, ti po mburresh që ke hyrë atje, ke kompleksin e kalimit skaner, që është kompleks tipik i dikujt që ka frikë se skaneri mund ta tradhtojë, ndërkohë kur raporti i Bashkimit Evropian të kritikon pikërisht për korrupsionin. Por ajo që jemi duke bërë ne tani është të themi diçka që nuk është thënë. Çfarë është thënë lidhje me korrupsionin e tij është thënë, por le të themi diçka e cila vlen dhe ka ndikim në aktualitet. Rama, domethënë Nano ka këtë merit, të cilën siç thash, dhe apologjetët e tij nuk ja kanë spikatur. Madje ndoshta ai vetë nuk ka qenë i vetëdijshëm, sepse në periudhën 2002-2005 ai ishte një figurë e cila kishte një lloj izolimi nga udhëheqësit të vendeve fqij, nga kryeministri Simitis i Greqisë, nga kryeministri Prodi i Italisë, dhe Nano zgjodhi atëherë, nëse mund ta plotësoj këtë, zgjodhi që të shkëpuste ekonominë shqiptare nga ndikimi grek. Në kompanitë celulare, Nano është autori i futjes së një kompanie turke e cila mori telefonim fikse dhe licencën e dytë celulare për shkak të afërsisë me Erdoganin, po s'ka rëndësi kjo pseja. Së dyti, edhe në atë kohë ne kishim vetëm një operator celular që ishte grek. Së dyti, Nano në një treg të dominuar nga 3 ose 4 banka greke futi banka Raiffeisen, që është një bankë e njohur botërisht për integritetin e vet, dhe ajo balanca u përmbys në favor të një kompanie të një banke perëndimore. Së treti, tregu jon i naftës, i shpërndarjes naftës dominoi nga kompani greke gjithashtu, Hellenic Petroleum e tjera, dhe Nano futi për shkak të marrëdhënie me Berlusconin, futi Italo Romena Petrolifera, që edhe kjo gjithashtu e ndryshoi tregun e naftës. Së katërti, Nano nuk u dorëzua presionit grek për të dhënë aeroportin e Tiranës, por ja dha një kompanie gjermane Hotif, dhe më në fund Nano ishte dikush që u lidh me Francën për t'i blerë helikopterët, atëherë ishte Sarkozy në krye. Dhe gjitha këto ishin hapa që e shkëputën ekonominë shqiptare nga ndikimi i fuqishëm grek, dhe e vun ambasadorin grek bënte fushat në krah të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2004-2005. Pra le t'i japim Cezarit ç'është e Cezarit. Vetëm realizmin socialist, figurat negative janë 100% negative. Pra o janë 100% zeza, o janë 100% bardha. Ai ka qenë një figurë me dritë hije dhe
kjo është vlen dhe duhet të them edhe këtë kompliment fundit për ty që është shumë interesante, është shumë e mirë që debati rreth këtyre figurave që kanë patur këtë rëndësi që kanë patur në jetën tonë shtetërore, jetën tonë kombëtare, të bëhet nga panelet përzjera. Kjo është diçka jashtëzakonshme, pozitive e quhet. Faleminderit zotri Nazarko, dhe kur jemi tek panelet, paneli toni shtohet edhe zotri Dajet Beqiri, e me të do ta diskutojmë pikërisht pra atë që e diskutuam shkarazi këtu në studio, takimin Nano Milošević. Zotri Beqiri, kënaqësi ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Beqiri, keni qenë pak më i zëshëm në lidhje me këtë çështje që lidhet me zotri Nano dhe Milošević, por do doja të di edhe një herë këtu një mendim të përsëritur tuajin që t'i japim pak më shumë kontekst diskutimit tonë. Dëgjova edhe Nazarkon, edhe jam në një linjë, do të them, për të gjitha shpartaj, në ato që paraqiti para jush. Por për sa i përket kësaj, kam dëgjuar shumë, madje edhe po lexoj komente të ndryshme që e konsiderojnë Fatos Nanon si njeri, domethënë që i shiti interesat e Kosovës në Beograd, sidomos me takimin me Miloševićin në Kret. Tani me thënë drejtën, duke i njohur shumë mirë veprimtarinë e Fatos Nanos, sepse thuaj se jam protagonist një lloj kemi qenë, ai mori Partinë Socialiste në maj të vitit 1991, ndërsa Partia Unitetit Kombëtar, cilin unë udhëheq, ne u krijuam që në 10 janar 1991, edhe kemi qenë koalicion, thuaj se pjesën më të madhe të jetës tij politike në krye të Partisë Socialiste. Dhe i njoh shumë mirë vlerat, i njoh nga brenda. Me të drejtën, takimi Nanos në Kret ngjalli shumë debate atëherë edhe në Shqipëri. Edhe një ndër ta që u preka shumë isha edhe unë, sepse nuk e imagjinonja dot si do të bëhet ky takim, dhe kur është thyer faktikisht Fatos Nano, kemi qenë në një kongres faktik që zhvillohej në opera dhe balet, në teatrin e operës dhe baletit në Tiranë. Dhe ai hedhi në lozhë lart atje që takoi këto figurat kryesore edhe të huaje këto të partive politike. Dhe mbasi më pak qeshi, sepse faktikisht edhe marrëdhëniet betej kanë patur jashtëzakonisht të afërta, për shkak edhe të vuajtjeve të përbashkëta, sepse na burgosin të dyve Berisha në vitin 1993, unë pak më herë, domethënë në prill dhe pastaj më vonë edhe Fatos Nano në qershor të 93-shit, edhe kemi qenë burg bashkë në burgun e Bençës, kështu që shkëmbenim mjaft mendime e tjera edhe ishim shumë të afërt në çdo aspekt. Edhe lidhur edhe nga marrëdhëniet që kishim pra edhe dy parti politike në koalicione të tjera, më tha mendon tha se kam shkelur vijin e kuqe me takimin me Miloševićin, aq keq thashta nuk e di, po nuk morëm vesh si është e vërteta, do të jetë një shok i jashtëzakonshëm edhe nuk e di se si mund ta vej filli edhe i marrëdhënieve, jo vetëm politike, po edhe njerëzore. Dhe në konfidencë, domethënë, më ka thënë këto fjalë. Fjalë të cilat sot mas edhe nuk verifikohen si duhet, por jam i bindur që arkivat ekzistojnë dhe shumë shpejt, edhe do të hapen për këtë çështje dhe do të dali e vërteta, por Nano më tha, e para tha nuk ishte i iniciuar nga mua, po ishte i iniciuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dyta tha, jam konsultuar, jo, po më kanë konsultuar më mirë me thënë tha, këshilltar i afërt i presidentit Bill Clinton, i cili më ka thënë ligjërat drejt çfarë do t'i thoshja unë Miloševićit, tha. Dhe unë nuk kam thënë asnjë fjalë nga ana ime, tha, po kam thënë vetëm fjalët që më kanë thënë State Departamenti Amerikan. Ora ju tregoj edhe fjalët e State Departamentit, zotri Beqiri, se çfarë alesht fshihej brenda atyre fjalëve. Çka u fol takimi? Çka u fol takimi? Çka i tha State Department që ti thoshte Nano nëse pre Kosovën? Pra, të gjitha fjalët që janë thënë Slobodan Miloševićit kanë qenë të natyrës që ai duhet të tërhiqej nga Kosova,
ai duhet ta lëshonte Kosovën. Kosova ishte barë e rënd për Serbinë dhe nuk mund ta mbante me mbi shpatulla Serbia, edhe duhet që Kosova të ishte e pavarur dhe për këtë ai duhet ta bënte, domethënë tërheqjen, ta bënte paqësore, që të mbaj mend si një burr shteti që në momentin e caktuar ai me të vërtet ishte 100 vjet kolonizator atje me Serbinë e tij, po tashmë i lante duart nga Kosova. Kjo fshihet. Po zotri, ideja sepse do doja ta shpërndaj pak bisedën, do doja ta shpërndaj bisedën me bashkëbiseduesit e mi. Ta përmbyll apo nuk? Patjetër, le ta përmbylli pastaj. Po, patjetër. Dhe domethënë ju dha pastaj edhe i kishte dhe ultimatumin, nëse nuk do të realizohet një gjë e tillë, atëre janë të pashmangshme veprimet të cilat do të jenë me pasoja të rënda për Serbinë dhe për ju personalisht. Pra, ky ishte mesazhi. Pra, Nano e kërcënoi Miloševićin me fjalët e State Department, kështu po i bie. Këtë qëllim kishte takimi. Por këto duhet i vinin nga Shqipëria. Sepse Shqipëria ishte shteti më i interesuar se askush tjetër që Kosova të bëjë e pavarur, që pjesa e atë të saj të shlirojë nga kolonizatorët serbë. Qartë për mbase zotri Shalje mendoni pak më ndryshe. Unë e thash, ky ka qenë një summit për Ballkanin Perëndimor, ku kanë marrë pjesë këto vende, Greqia, Serbia, Shqipëria, Jugoslavia të konfalni. Dhe thash në fillim të misionit, ka pas një protokoll që takimi me qenë zyrtar. Në atë protokoll që e ka përgatitur Ministria e Jashtme e Shqipërisë, thash gjithmonë për i referona kujtimeve të Pascal Milos. Aty o kërkuar që mu këthuje student në universitet, mu hapë shkollat Shqipe që kanë qenë mbyllta atë kohë, pra një farë rikthimi në institucione, kërcënim nda Jugosllavisë, konflikt që është legjendë urbane, uret këndo. Tani, e dyta, ojë ta përrundoj, Ari, e dyta, takimi, kabimi i Nanës, që në ashit neve, si tradhti kombëtare është ky, se e ka bo pa protokoll. E ka takuar rastësisht, jo më lafaquhet ndër të njëri të dalë në hotel, ky kërkon takim Nano me Slobodanin, edhe takimi realizohet. Të e prish edhe agjendën pas. Si ka mundësi të takon rastësisht kur zotri Beqiri po thotë se ai ka pasur një mesazh që duhet ta dërgonte tek. Ai ka qenë takim dy kryeministra rastësisht. Ky do takuar me një lloj speciale, mbase ka pas konfirmim amerikan, por takimi që ogoni përgatitën ka qenë aty tjetër, me prezencë edhe të tjerëve. Të paktën ministri i jashtëm me qenë prezent edhe Jugosllavisë. Takimi ishte kokë me kokë. Kokë me kokë. Veç Nano edhe Slobodani. Kjo e konfirmon që ai ka mujtë me mison në sy Maqedonasve, Bosnjakëve, e mi thonë aty qëre Amerika po të le Kosovën se të përshiti. Normal që i ka thonë, a nuk i ka thonë me njerë po me pavarën, normal, respektu këto, këtheja largu policin, këtheja autonomin, po këtë ato dhe më thonë, këshin qurë në një rrugë, kush kishol pavarësia, ose dhe vinë bombardimet, si që rrë. Zotri Beqiri, unë po e marrë këtë si të vërtet. Pse zgjodhin Nanon Amerika të bëj lajmëtari saj tek Miloševići kur i kishte të gjitha rrugët e veta diplomatike të depërtonte deri aty? Ishte kryeministër shqiptar. Sepse Serbia kishte probleme shqiptar. Dihet çfarë roli do të luante Shqipëria, çfarë roli mund të vazhdojë. Po patjetër zotri Beqiri. Po, sepse dijej çfarë roli do të luante Shqipëria në rezistencën e armatosur që po përgatitej dhe i kishte filluar fillesat, edhe si Amerikanë dinte se çfarë përgatitje po bëheshin këtu në Shqipëri. Sa djeme vajza vinin nga Kosova, ku stërviteshin, ku bëheshin e tjera me radhë, dhe që do t'i vinte dita kësaj pune. Po, pra. Dhe i herdi shumë shpejt. Po, pra. Ashtu është. Si? Po, pajtona plotësisht. Ashtu është, 100%. Pajtona plotësisht. Jo vetëm kaq. Por veprimet e mëpasme e tregojnë njerëz zakonisht mirë. Mbas asaj, pra bisedës Kretës, atëre Fatosnano sa ka ardhur këtu në Shqipëri, ushtarakët më të mirë që kishte Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, ajo i kuadroi në stërvitjen edhe në Labinot, edhe në uzinë traktori, por edhe në mjaft, edhe duke i futur brenda në Kosovë. Po. Zotri Nazarko, do doja të merja një mendim... Do doja që...
Zotri Beshiri, le ta shpërdojmë pak kohën televizive, do doja të kaloja edhe tek zotri Nazarko, të cilin kemi në lidhje direkte dhe do doja të merrem pikërisht me këtë çështje. Këtë që u tha pra zotri Nazarko, është kjo e vërtetë asaj kohë apo ju dini një të vërtetë tjetër? Dhe pyetja thelbësore këtu, përse amerikanëve ju duheshte që NATO ta kërcënonte Serbinë në një moment kur Shqipëria ishte pothuajse disfunksionale dhe jo shumë i rrezikshëm për Serbinë? Pyetje të mëshme, shumë të vështira. Shiko, e vërteta është pak a shumë ajo që thot Azdreni. Domethënë, po pra, Nano i ka kërkuar saktësisht ato që thot De Pascali. Në pikpamje të kronikës diplomatike të duhet themi që takimi krijoi një lloj dyshimi ose një lloj reagimi të ashpër sepse ishte një takim kokë më kokë. Duan të thonë edhe që u pi shumë uiski edhe shumë cigare dhe shumë puro, por unë i besoj asaj pra që NATO mbajti një qëndrim të konsultuar me amerikanët dhe të konsultuar me grekët. Duhet ta vendosim kontekstin e dur këtë, sepse Greqia që u ndiqe nga qeveria e Majt tentoi deri në momentin e fundit ta shmangte bombardimin e Jugosllavisë. Dhe pse duhej Shqipëria, pse amerikanët kishin kanale që t'ja përcjellin edhe pa nanon, sepse Perëndimi është përpjekur edhe gjatë luftës Kosovës mos ta paraqiste Shqipërinë si një faktor që ishte në favor të bashkimit kombëtar, pra të shkputjes Kosovës, sepse lufta nuk u bë me një objektiv etnik, por u bë me objektiv shpëtimin e popullit të Kosovës nga genocidi. Jo, pra NATO nuk mund të përfshihej në një konflikt dypalësh Shqipëri-Jugosllavi, sepse ishte jashtë funksionit të tij, e dim kapitullin 5 të NATO-s, por NATO u përfshi në një po themi kaos humanitare dhe Shqipëria duhet të reflektonte së jashtëmi marrëdhënie sa më normale me Jugosllavinë. Po. Për hir të zbërtetës, unë mbaj mend se presidenti Mejdani ndoshta në një moment të parë i pa konsultuar shprehu rezervat e veta për takimin. Por imagjinoj që mbas takimit, kur është informuar e ka kuptuar që takimi ishte i konsultuar, kishte objektiv e tjera tjera. Duhet kemi parasysh dhe diçka, domethënë se Po, zotri Nazarko. Nëse më lejohet pak kërë. Patjetër. Por me vazhdu ku e la zotri Nazarko. E para punës, Amerikanët edhe pas takimit Kretos kanë bo çka kanë mund që konfliktin e Kosovës me zgjidh në mënyrë diplomatike. Është me amencue njeri që në Kret kanë ndodhur një kërthim përmes Nanos, për mua është legjendë urbane. Për ma tepër që Nano ka qenë politikan rratë që në këta Shqipëri, i cili ka besu ma shumë dialog se në luftë. Nano unë e menoj, pse i ka bo takimin vetë? Pa protokoll të osujë gjdo protokoll marrë. Po dhe sa do të ishte kredibel, Nano t'i thoshte Sërbisë se do t'ju djegë Amerikanë. Nano si ka thonë ato. Ka dole. A bon të se ty përfundum t'i. Ta përfundum e kuptum. Po Ari, ta dëgjojmë dhe pasaj këtimi. Vesh një moment, e kryi shpet. Pra, unë e meni që Nano e ka bo takim duke dash me bërë një mesazh shqiptarët, me normalizuar dialogun edhe me Slobodanin, që kemi bën mbrapa, edhe nuk është akt rastije more, le ma timu propagandën e botës sot në Kosovë, që ne kanë paraqit Nano si pro grek e pro serb. Po, çtu po pajtom. Ai normal që nuk i ka thonë, ka dole, nuk i ka thonë slupës, dil të pikusuve dhe bërë me pavorën me njerë. Po i ka thonë shkollat, ktheja arsimin, ktheja këto, bënë një marrëveshje politike, zgjedhje të lira, ne e dim edhe nga takimi Stanisic Mahmut Bakalli që u konë oferta për Republikë Kuadër të Jugoslavisë. Do me thonë që pola shqiptare edhe nështë ka qenë gjendje me pranun ka fundin 98-ës. Normal që nuk u shku, që po thotë këj kam pjë viska ato, në më që nuk i ka thonë këj na vina në Beograd, jo vrojnë ati shka. Po mesazhi u ka një qartë, edhe si s'fa zoti Beqiri, pas ati takimi, Fatës Nano, sepse të një bëhet Pandeli Malko, i thretë general, hapën kampet, mu për shemë
shembull, unë e mojnë mend, 5 ditë e para në Kalç dhe Kalimash, ne kemi vesh uniforma të divizionit Kuksit, edhe kemi qenë të nervozuar, sepse ata na deklaronin jo se Shqipëria nuk është aktual. Do me thonë, veprat që ka bërë qeveria e majt pas takimit në Kret, e konfirmojnë atë që thotë Zoti Beqiri. Dhe do doja të merja një mendim. Zotri Beqiri e di se po reagoni, por duke qenë se është edhe një ish ushtari UÇK-s, Ari do doja t'ja bëj një pyetje nano UÇK. Po, nano UÇK, këtë dëshmi të regojnë që a i ka japë për krahe gjdo aspekt, gjdo kamion, gjdo armatem, i ri, u qelë, këtë bazë, këtu që ka pasë, ta Shqipëria nuk u ka NATO, ka pasë dhe tenka. Do me thonë, këtë i ka hapë. Pas ati takimin kretë. Ti shko një takimin dryshe, nuk ishtë do kështu. Okej. Po, Zotri Beqiri, është edhe kjo një pikë të cilës mund të atë e kalojnë pak të ne kosovarët. Problemi është këtu. Unë dëgjova parafolsin, defekt e kam se nuk u shikoj, edhe nuk e di kush e tha atë mendim, që ju duk legendë urbane. Në fakt, legendë urbane është e kundërta, është kjo që thotë zotria, që Fatos Nanua, kok më kok me Miloševićin, do t'i thosh atje që hap shkollat. A i ka qenë protokolli zyrtar i Ministrisë Jashtme. Unë i referohem dokumenteve. Këto thuen, i thot cili do i thoshte këto. Thoshin ditë për ditë në konferencat e shtypit Ibrahim Rugovës. Nano se ka kuptuar kostën e një kërcënimi të Shqipërisë nga Jugoslavisë, ndërhyrjen me një punë të brendshme të Jugoslavisë, ai ka qenë diplomat, por dallim për neve që jemi patetik. Këto gabime se ka bën Nano, nas një variant. Nas një variant hiq. Po jo vetëm që e bëri, po ju nuk keni parasysh edhe kontekstin edhe gjithë veprimeve të mëpasme. Se po ti keni parasysh atëre do thoni, NATO ku u dislokua, nga i mori gjithë ato sulmet kur organizon të tjera, a i duish territori Shqipërisë apo nuk i duish? Jo, mbra paskena, pajtona, mos ma ndërë për kontekstit. Pajtona, Nano e ka kuptu një send, me ne unë. Sikur rralë diplomat shuar. Nëse donë me arrit pache, bosh gati për luft. Nano këto e ka bon. Mbra pasken, po, ne e ka hap dyjort, UÇK-ja ka pas zonë operativet lira tje, këto e në merit e partijës socialista atje në krye me Nano. Pajtona me këto, po takime zyrtare, me kërcënim, kriministi shqiptar me luft, kjo është absurd të lojt vetë. Po nuk i ka bo kërcënim aj, po i ka bo kërcënim Amerika, ajde që ka shumë mesazhe. Si ka mundësi që NATO të jetë lajmëtari Amerikës. Falë kron, po den Rambuje, Olbruku ka provuar me qyk të zorit, me Bin Slobodani për pa luft. Po leni këto sende, ble? Po mirë dhe mirë, po i kanë thonë, ose liru, ose bonu i mirë, ose ki luft, qështu i kanë thonë. Atër ta qëj njës i Olbruku, s'ka nevoj Nano me që atje. Zotri Beqiri, pikërisht kjo pra ishte çështja, pse do duhet të kthej në një lloj telegrafisti të Amerikanëve, a nuk i kishin rrugë të veta diplomatike Amerikanët, si që dhe i patën pastaj? Po s'është problemi, ai mesazh duhet i vinte domosdoshmë nga Shqipëria, se Shqipëria do angazhohesh në atë luftë, dhe u angazhua në atë luftë. U angazhua forcat e NATO-s në Rina, se në bazat e tjera, ne jo vetëm i vum dispozicion të saj, por ne ushtrin që kishim tonë, ne çdo forcë, gjithë komandën e tjera, ne i drejtuam drejt Kuksit, edhe kjo është një realitet, dhe Nano gjithë mekanikën luftarake të Shqipërisë, potencialin edhe ushtarak, po edhe njerëzor, a je burin dispozicion realisht të kësaj lufte, edhe të mbështetjes së UÇK-s. Jo thjesht duke hapur dyer, por edhe vendimes deri në komandim ndryshme forcat të... Edhe këtë ajo filloi pas takimit në Kret. Po, dhe zotri Nazarko. Po të tëra ndodhën pikërisht pas ikjes, pas u erdhi në Tiranë, me njerë pasaj tu ne patëm një mobilizim të jashtëzakonshëm. Po, sepse si duket të partive politike. Po, sepse si duket Miloševići ka thonë, jo, valla, na nuk pranojnë a Kosovë e Serbia, edhe ky i ka thonë Amerikanëve, edhe pastaj dim këtë që ka ndodhë. Zotri Nazarko, do të kthejmë edhe një herë të kjo kështu, do të marrë një mendim prej se cilit. Për çfarë, zotri Nazarko, jeni me ne? Për çfarë duhet ta mbajmë mend ne kosovarët, si pjesë e Shqipërisë, Nanon, e kam fjalën si popull shqiptar shqipfalës, për çfarë duhet ta mbajmë mend Nanon? Le ta përbyllim nga një koment të tillë.
shikoni, a ju përpoq se jo për sens polemik, domethënë po nuk kishte nëse zoti Beqiri ka informacione të cilat si kam unë, si ka asaj për nuk kishte jashtë kontekstit, domethënë që Nano t'i thoshte atij që ne do të bombardojmë Triqu nga Kosova, nuk e besoj këtë gjë. Ashtu si nuk e besoj edhe Po ju dëgjoj zotri Nazarko. Prit, Shqipëria i dashur, Shqipëria nuk duhej të përshihej zyrtarisht në konflikt. Ky ka qenë një urdhër absolut i NATO-s, edhe sikur Serbia të hynte në territorin e Shqipërisë, sepse NATO me zor e mbante unitetin transatlantik. Greqia, Italia nuk donin të përfshiheshin në një konflikt midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë, qoftë edhe për shqiptarët. Pra, NATO u përpoq që konflikti të mbahej sa më i lidhur vetëm me shpëtimin e kosovarëve. Dhe aq e vërtetë është kjo sa Shqipëria u përfshi në ndihmën ushtarake ndaj UÇK-s në një mënyrë tërësisht informale, domethënë po ka pat një marrëveshje Nano, Mejdani, Gjinushi që ta mbështesin UÇK-n me armatim, por jo zyrtarisht, në asnjë mënyrë. Shqipëria s'kishte ushtri për të përfshirë në veri, kështu që kjo tezë bie. Tani Nano ishte një udhëheqës, siç u përmend, i cili reflektoi një linjë të smajtës shqiptare krejt ndryshe nga ajo çfarë besohet, por kjo do donte një mision më të gjatë që ka qenë përgjithsisht linjë patriotike dhe kombëtare. Domethënë, Nano nuk e ka përceu këtë vit dhe ishte brenda kësaj linje, por për këtë që puna në raporti me amerikanët, nëse më lejon Kron ta tregoj atë. Sepse jemi krejt në fund. Raportin e Nanos me shikoni, kjo aq e vërtetë është që ne Nano atëherë kishte dalë, Nano iku në 14 shtator 1998, u rikthye në 2002-shin, kështu që nuk kishte këtë rol që kishte, por kishte Majta, ato qeveri që vijuan Majko, Meta e tjera, apo Mejdani që ishte figurë që ndeti 5 vjet. Po amerikanët nuk donin që domethënë intervista, qëndrime që vinin nga politikan kosovar ta prishnin frontin transatlantik që ishte autorizuesi bombardimeve. Dhe për këtë arsye politikanë caktuar, Mejdani, Milo apo dikush tjetër kanë mbajtur qëndrime kanë qenë kritike ndaj Rugovës. Dhe kjo është një arsye pse Rugova ka mbajtur një lloj qef mbetje ndaj udhëheqësve të Shqipërisë, por këtu një episod me qësa Zdreni e ka pat profesor Pascal Milo, dikur në vitin 2003 Pascali... Zotri, kërkoj ndjes, zotri Nazarko, nuk kemi edhe shumë kohë për këtë elaborim, kërkoj ndjes. A ju faleminderit shumë që ishtë Kosova... Po? Okej. Zotri Nazarko, në base do ta kemi... Më falni? Jo, vetëm që ta tregoj episodin, se është shumë i bukur për të tregu që Rugova edhe me këtë e mbyll, shiko, Rugova, elita, klasa politike e Kosovës, megjithatë në raport me gazetarët ka pat një qasje shumë demokratike, shumë tolerante. Nano nuk ishte i tillë, ishte i vrazhd, ishte i ashpër, ishte bullizues, ishte fyes. Kjo ishte një cilësi e origjinës tij e bllokut, eventualisht edhe se retorikë. Zotri Nazarko, tash e di sigurt. Do duhet ta diskutojmë ndonjëherë tjetër këtë çështje. Nuk mund të hyjmë në këtë çështje sot, të paktën për arsye të efektit kohë që besoj se ju e dini. Unë ju thash se si duhet mbajtur mend, kështu që ju ktheva përgjigje pyetjes. Faleminderit shumë, respekt zotri Nazarko, ishte shumë kënaqësi të kemi në Kosova Today. Edhe për mua kënaqësi dhe përshëndetje miqve të ftuar në Faleminderit shumë. Do ta përmbyll me juve Azdrem, por do ta vazhdoj me zotri Abdylin. Zotri Abdyli? Po, unë mendoj që fatos në anë normal si çdo politikan shqiptar, këtu janë nis pesë në Prishtinë, sa Ahmet Zogut, s'bën me këshir bardhësi. Por kohën kur ai ka udhëheq, siç ka me realizonin këtë komentin e Bernblushit që ki shkruar në Kosova, edhe ato pajtona 100%, sare ka marrë Shqipërinë, e kalon ma mirë se sa që jo kanë ma keq. Nuk e ka pas problem u largu, jeni kundër që bot Pandeli Majko, dyqysh edhe largimin, që shkruan kë, e ka pas pushtet. Azdran, sikur na duhet sot në Kosovë një lloj tillë personazhi, të e marr parasysh krizën politike që jemi. Qulef,
Unë menoj që po, politikanë tamam tipik, ai demokracinë e ka pa vetë si liri, jo si procedurë. Okej. Gjithkush ka qenë i lirë me komentua edhe kundër nanës, edhe ka qenë këtë okej. Po asaj që shemajmen Kosovarët. Unë menoj që për te narracionit botos sot, na o mirë me rinjoft nanën. Nanë ka qenë për Shqipërinë kryeministër shteti, por ne ka qenë kryeministri UÇK-s. Okej. Andaj kështu në menoj. Pajtohesh gëtë pikari, kryeministri UÇK-s? Por në mënyrë informale, që Serenia Zarko, Luana Hajdar Haga, edhe Pandeli Majko refuzojnë mi shkuat dhe në fund ati refimit. Te inkuadrimi shqiptar këtu, ka pasojnë ndërkombëtare. E qartë. Zotri Beqiri, nga një ish ushtari UÇK-s këtu në studio, Nanu konsiderua edhe si kryeministri UÇK-s. Cili është mendimi yt, sepse me këtë do ta përmbyllim bllokun? Po është e vërtet, faktikisht nëse nuk do t'ish kryeministër Fatos Nano, këtu do të sundonte mendimi i pjesës tjetër anti-UÇK, sepse ne jemi të ndërgjegjshëm, i kemi dëgjuar vetë, janë pasqyruar në shtyp, në konferenca shtypi, në shtypin e kohës, atëre e tjera, që bie fjala Sali Berisha tha që është pjellë e Beogradit, është një organizat terroriste, nuk duhet s'kemi punë me të, tjera me radhë. Komplet imazhin e ndroi pikërisht Fatos Nano dhe realisht ai e vuri gjithë qeverinë e vet dhe gjithë njerëzit më të besuar të tij, sidomos dhe në shërbimin informativ shtetëror me Fatos Klosi në krye, në shërbim të UÇK-s e në shërbim të luftës për çlirimin e Kosovës. Por ai do mbahet mend nga ana tjetër edhe për vetë politikën në Kosovë, se duam s'duam të qenurit e tij demokrat, të qenurit e tij njeri i dashuruar pas lirisë e të tjera, ai i dha një frymarrje jashtëzakonshme politikës shqiptare dhe arriti deri aty demokracia brenda asaj partie që e ka humbur faktikisht tashmë, sa kur bëshim mbledhjet e Komitetit Përgjithshëm Drejtues, ishte si një film serial hollywoodian, kishim qef vetëm të shikonim, domethënë të vështronim debatet e tjera që bëheshin. Po, e qartë. Zotri Beqiri, shumë kënaqësi t'ju kishim Kosova Today. Faleminderit që ishe pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit për jush. Kërkojnë djesë djema, kena diçka për fund për më mbyllje? Veç falenderoj për debatin, unë u gëzova kur e pash lajmin për këtë debat, sepse meriton një figurë si Nano mund të trajtuar, jo vetëm ka shkurt në kohë, po edhe ma gjatë. Po të falenderoj shumë që të ka rënë mend për në bokat. Kur bjem fjalët e falenderimet, definitivisht është një prej aty në epizodeve ku mësova shumë për çastin e një politikani. Faleminderit që ishit pjesë e këtij epizodi. Faleminderit se na keni ndjekur, numra kaq të mëdha shikues, shkëpusim me publicitet dhe rikthehemi me një temë krejt tjetër.